punoi për vite me radhë, mblodhi parat e bleu tokë në Prishtinë. Isuf Husaj nga Peja, i cili po punonte e jetonte në Gjermani, në vitin 2000 kishte vendosur që të blinte tokë në kryeqytet afër migjes së tij. Atë kohë kishte bërë pazar me Nazmi Sinanin dhe parcelën prej 6 ari në lagjen Matine e kishte blerë për 76.000 marka. Këtë tokë faktikisht migja jam Zenel Husaj e ka ble anën e kundërt, në anën tjetër të rrugës, edhe më tha kisha pas kërkojshin pas lufte dhe më thonë atë ko më bledi që ka më vendosë me ndërtu një shtëpi të ardhmen, edhe kështu që vendosë, tha, është këtu, tha Baca Nazmi, një njerë shumë i mrekullueshëm, i shkëlqyeshëm, një burr i jashtëzakonshëm, tani ndjerë, edhe shkum, bisedu me ta, 6 ari, është lidh kontrata për 6 ari. Edhe shuma e përgjithshme është, ta shiqoj këtu, 76.800 euro, D-mark, më falni. 76.800 D-mark. Sipas Isufit dhe disa letrave të shkruara me dorë që i ka si dëshmi të asaj kohe, pagesa i ishte bërë në 3 pjesë. Datën 23/7/2000 është e paguar të shënohet, edhe këtu e në nënshkrimet të tyre që i kanë marrë, është pjesa e parë. Dërsa pjesën e dytë, këtu e kom shënohet gjitha që po ua dërgoj, do më thonë pjesën e dytë prej 30.000 D-mark, është nënshkruar nga bashkëshortja e të ndjerit Shukria. Edhe i ka pranu, do thotë, pjesën e dytë. Faktikisht jenë bo gjithsejt 51.000 deri me tani. Po. Pjesën e tretë i bjen Rahime Husaj, që është bashkëshortja jeme, me datën 2/2001, bashkë me vllaun e saj, me mikun tim, është Ismail Haziri, Rahime Husaj, 20.000 D-mark, edhe është Nazmi Sinani që i pranon të hollat. Këto janë, do thotë deri me tani, këto janë këto gjitha pagesa. Pagesa ishte kryer, vitet po kalonin e Isuf Husaj po gëzonte të mirat e tokës që kishte blerë, duke lëshuar me qera tek një fqinj për përdorim bujqësor apo edhe për gjëra të tjera. Tokën që e kom pas aty, e ka shfrytzu fqiu jem, do thotë aty Hysen Kurti, ka mjell tomate, speca, ku e di unë edhe kerën e kanë lënë aty një kohë shumë gjatë. Vitet kishin kaluar mirë, po 50 vjeçari nuk ndërmori asnjëherë veprime juridike që të vendoste tokën në emër të tij. Sipas tij, kjo për shkak se kishte besim të plot tek tani më i ndjeri Nazmi Sinani dhe as që i kishte shkuar në mendje që mund të kishte probleme më tutje. Edhe ne si mërgjimtar na u ka deshur të kthejmë punu në vendin tonë atje, edhe është prolongu kjo çështje disa vite. Them të drejtën, asnjëherë nuk e kam menduar që do të ndodhë një gjë e tillë, se këta njerëz kanë qenë një familje absolut jashtëzakonisht e mirë. Flasin të gjithë aty. Problemet filluan tek në vitin 2015, pasi që Nazmi Sinani kishte ndërruar jetë. Trashëgimtari i tij Milaim Sinani, duke pas tokën në emrin e tij, tani nuk po njihte më Isuf Husajn si pronar të tokës. Ani pse për vite me radhë njihej si pronari i kësaj toke, Isuf Husaj tani më nuk po mund të investonte asgjë në ato metra katror. Këtu është ndërtu komplet. Vetëm trolli im edhe trolli i miqës tem janë pa ndërtu. Kur unë ndërtun që shkun të ndërtesa në kotet larta, dhe më thonë ngeli kështu si është. Për ata dhe nuk kemi ndërtu rreth kësaj, na kanë ngel ashtu. Sipas 50 vjeçarit, rrotullimi i gjithë ujdis nga i biri i Nazmiut u bë për shkak se vlera atyre metrave katror kishte shkuar nga 76.000 marka në afër tani më 600.000 euro. Tu, do më thonë, interesat dhe apetitet e këtyre njerëzve janë shtu kur kanë vrejt që ky vend ka një vlerë shumë të madhe. Por ne jemi shqiptar, duhet të dim një gjë, diçka që është e jotja nuk është kurrë jemi, ose anasjellës. Kështu që është tepër e pa drejt më na kompromitur rreth kësaj. Unë jam çdo herë njeri i paqes, por çka është e imja është çdo herë imja. Edhe para kësaj qëndroj prerë. Duke mohuar kategorikisht që Isufi kishte paguar për atë tokë, Milaimi madje kishte futur atë parcelë në hipotekë. Ky e ka fut pronën time në hipotekë me 80.000 euro.
Gjithë kjo tollovi që po zgjat për vite me radhë. Pejani thot se po e shqetëson shumë dhe nuk po mund të rri rehat as në Gjermani e as kur po vije për pushime në Kosovë. Po, sigurisht se na shqetëson shumë. Ne si shqiptar kemi pas fjalën besën po, jo, është e jotja, është e imja, sepse është pronë e jemja dhe kur prona do më thonë dëmtohet nga tjertë, nuk mundesh me shfrytëzu pronën tonë, është diçka shumë e padrejtë. 60 vjeçari para disa vitesh ka ngritur edhe padi kundrejt Milaim Sinanit për të kërkuar drejtësi për pronën që e kishte blerë para 26 vjetësh.